të ardhurat mujore, si e shtyeni muajin? Ja, kemi komshit nga jetë, ja, këto të trapi dhe një tinjë ai që të bleni një birë. Për zotin, ja, për shpirt të babait. Mes rrugëve të asfaltuara dhe shtëpive të pasura, gjejmë një tjetër realitet, banesën e çiftit Mustafaj. Aty na pret Elsa, bashkëshortja e Resulit. Burri i saj është i shtruar në spital pas një aksidenti, ndërsa vetë përballet çdo ditë me pasojat e epilepsisë. Kur del qatë lagjes, më japim shumë për bamirësit. Më sjellin në një pjatë gjellë. Ja, qofse gënjej, darka mos më thanë. Shiko, as frigorifere, as soba, as tutja, as tu, ja. Shiko si është bërë frigoriferi? Shiko e qik, qa. Ta lajun këtë ky prapë që do bjeri, se ky mur ka kërën. Ja, shiko e qik, ja. E lodhur por e fort në qëndrimin e saj, Elsa rrëfen se asnjë ndihmë ekonomike nuk përfiton nga shteti. Madje, pretendon se ndihma që ishin caktuar janë marrë dhe se institucionet i kanë kthyer shpinën plotësisht. I tham mbytur Gjanica, se Gjanica në apreke, po Gjanica edhe për të madhe e merrte ai. E merrte ai ndihmën tonë që na takonte ne. Ju merrte lekët? Dëgjon, pse lek japin ata? Se di fare. Ne po bëjmë kohë që s'kemi marrë fare, as po them. E dëshpëruar, Elsa bën një thirrje të fortë ndaj qytetarëve dhe autoriteteve. Ajo kërkon ndihmë, jo vetëm për të përballuar të përditshmen, por për të jetuar me dinjitet dhe për të shpëtuar bashkëshortin që vuan në spital. Ju lutem qytetarë dhe shtetas, nëse ju keni mundësi për të na ndihmuar, po brenda mundësive, mund të na ndihmoni jo me shumë, po me pak. Si do që t'jetë me pak, që pak të fusim kokën brenda shtëpisë, që këtu shtëpia qa bie brenda, për jashtë bie brenda, edhe na ndihmojnë qikë.